drejt në sy, si kur donte të lexonte çdo emocion që ajo ndjente. Pastaj u përkul pak dhe e puthi në ball, me një butësi që tregonte sa shumë e kishte ndjerë mungesën e saj edhe për ato pak qaste pasigurie. Sa u tremba, i tha ai. Mendova nuk e di çfarë mendova. Thjesht nuk doja të humbisja. Brigena buzëqeshi dhe një lot i rëshiti në faqe. As unë nuk doja të largohesha, tha ajo. Ishte shumë e vështirë. Çdo sekond dukej sikur nuk kalonte. Por tani jam shumë e lumtur. Ata qëndruan të përqafuar për disa qaste, duke mos folur, duke dëgjuar vetëm rrahjet e zemrave të tyre dhe frymëmarrjen që gradualisht po qetësohej. Ishte një moment i pastër, pa tension, pa lojë, pa konkurrencë, vetëm ndjenja të sinqerta. E di çfarë? Tha Mateo papritur, duke buzëqeshur lehtë. E meritoje të qëndroje. Shumë më tepër se kushdo tjetër. Brigena uli syt për një moment, pak e turpëruar, por edhe e prekur nga fjalët e tij. Nuk e di, por e di që jam mirënjohëse që jam këtu. Dhe ajo ngriti syt dhe e pa